Kati i sipërm të hënën kishte pamje tjetër. Kjo me që një pjesë e fasadës mbrëmjen e së dielës përfundoi në tokë. E si pasojë, një person mori lëndime dhe një vetur u dëmtua. E gjithë ngjarja ndodhi në magjistralen Prishtinë-Fushë Kosovë. Shkaktari kësaj ishin erat e së dielës. Kjo bëri që të aktivizohet edhe Prokuroria Themelore e Prishtinës. Prokurori i shtetit është njoftuar lidhur me këtë rast në bashkëpunim të ngushtë me policinë e Kosovës, janë duke i ndërmarrë të gjitha veprimet fillestare për përcaktimin nëse është kryer ndonjë vepër penale. Prokurori i shtetit ka autorizuar edhe inspektorët e punës që të dalin për të vlerësuar aspektet teknike të ndërtesës. Me që ishte ditë pushimi, të dielën këtu nuk ishin të pranishëm fëmijët që janë pjesë e këtij kopshti. Ndërsa pronari i objektit nuk ka pranuar të flasë para kamerës, por pra pasaj, fajtore ka lënë kompaninë që punoi fasadën. E nga komuna e Fushë Kosovës kanë thënë se do të ndërmarrin masa të nevojshme. Institucionet komunale do të vazhdojnë monitorimin e situatës dhe ndërmarrjen e masave të nevojshme për garantimin e sigurisë publike. Për këtë rast do të procedohet me hapa të tjerë sipas ligjeve në fuqi. Por a janë të zakonshme këto raste kur ka erëra të forta? Ajo nuk është dashur me ndodh, një erë e lehtë nuk është arsye për me ra fasada. Fasada duhet të më ekzekutu dhe më ka për strukturën e objektit, për me qëndru edhe librimeve, qoftë tërmeteve që mund të ndodhen, që janë shumë të fuqishme, e një erë e lehtë nuk është arsye. Kjo është faktikisht një defekt ose një mos realizim i duhur i punimeve, ose edhe mbikëqyrjeve të personave përgjegjës. Kryetari Odës Inxhinierëve tregon se kush është fajtor në këto raste. Duhet analizohet projekti kryesor me të cilin është marrë leja ndërtimore, sepse në projektin kryesor duhet të specifikohen gjitha detajet për ekzekutimin e asaj fasade. Mandej inxhinieri ose kompania ekzekutuese duhet të ka qenë sigurisht një inxhinier i cili ka përcjell punimet, gjithashtu edhe organi mbikëqyrës, por edhe inspektoriati. Ndryshe, personi lënduar në këtë rast ka marrë trajtimin e nevojshëm mjekësor në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Fushë Kosovë.